Në ana tjetër, djegja sidomos e shputave të këmbës. Dëgjojnë shumë tek njerëzit që kemi djegje, sidomos kur vjen kjo koha e praverës. Kto lidhen ose me mungesë të vitaminës B12, ose me nivelet të toksinave, ose me qarkullimin e gjakut që kemi keq, ose me një inflamacion kronik në aspektin një virusal, ose nga një problem veshkor, nga veshkat që ne mund të kemi. Por mungesa e vitaminës B12 mund të jetë një nga arsyet kryesore që mund të shkaktojë dhe dëmtime nervore, mund të jetë dhe anemia. Ka shumë njerëz të cilët vuajnë nga një ndjesi tjetër sikur kanë diçka në lëkurë që i hecën ose sikur është një insekt i vogël, po. Një insekt, një miz, një merimang ndoshta dhe ta ke kapën me këmbë dhe shikojnë, edhe kur flen natën sidomos. Ndjen një lloj lëvizje ose si zvarritje në lëkurë. Kjo tregon, njëra anë tregon që mundet të kemi virusin Epstein-Barr, që mund të jetë nga viruset, dhe ka përshkaktuar probleme me fibromialgjin më pas, apo dhe shqetësime tjera, sepse është një virus jashtëzakonisht i zgjuar, punon në vite të tëra dhe lë pasoja. Mund të jetë nga mungesa e gjumit, mund të jetë nga menopauza, tu fusim dhe drograt pastaj, se edhe elementet tjerë më parë mund të jenë dhe drograt që ne konsumojmë në mënyrë sintetike etj. Mund të jetë problemi menopauzës, mund të jetë problemi i sëmundjeve neurologjike ose mund të jetë mungesa e zinkut. Në përgjithësi, gjithmonë flasim në përgjithësi.